Tung njerëz, unë jam Armand Xhuri dhe ja ku jam sot në këtë emision që e kam titulluar Mesazhi I Yjeve në fat e në muzikë, këtu në Radio Sol 89 MHz. Duke u përgatitur për këtë emision e duke punuar për horoskopin, pyeta veten, po mirë më shoku, a ka njeri vallë që rrihet dëgjon horoskopin tënd? Dhe vetja njerëz çuditërisht më përgjigj. E dini çfarë tha? Po të ishte duhet të bëj horoskopin që ke marrë përsipër dhe ke parti që vetja kishte të drejtë. Sikur edhe vetëm një ta dëgjoj, domethënë që dikujt mund t'i vlej. Pikë. Të tjerët janë pallavra, justifikime, mungesa dëshire, gjëra që unë nuk I kam. Atëherë, horoskopi dhe në fund të horoskopit analiza e një kënge e një autori që është mesazhi I yjeve të muzikës. Okej? Fillojmë me horoskopin. Dashi. Në kulturën e lashtë indigjene të Hawait, fjala mana ose mana, këtë nuk di t'ja u them se si është shqiptim, po mana ka kuptimin e fuqisë shpirtërore, e fuqisë së magjishme që mund të kenë njerëzit, objektet apo vendet të shenjta. Dhe në kontakt me këtë fuqi shpirtërore, mana mund të marrësh prej saj, ose në qoftë se e ke, edhe mund të humbasësh diçka prej saj, në qoftë se je neglishent apo I pavëmendshëm. Një njeri që ka aftësinë të shërojë, për shembull, në qoftë se nuk I kuron mirë pacientët e tij, mund të humbas një pjesë të kësaj fuqie që quhet mana, të kësaj energjie që quhet mana, që atij I ka dhënë aftësinë të shërojë. Jam I bindur që ky princip nuk vlen vetëm në Hawaii. Të gjithë ne kemi një raport tepër të ngushtë me fuqinë jetësore që kemi brenda nesh. Pra, çdo kush prej nesh ka manën e tij brenda. Po ti o njeri I shenjës dashit burra grua qofsh. Në çfarë niveli e ke manën tënde aktuale? Ka ardhur momenti që ta zbulosh dhe ta kuptosh këtë gjë. Dhe pasi ta kesh kuptuar e ta kesh zbuluar, duhet edhe ta shfrytëzosh deri në fund. Është fat I madh që e ke dhe që mund ta shfrytëzosh. Dash, burra grua qofsh, kujto vazhdimisht një gjë, fuqinë tënde magjike, që e ke brenda vetes, manën tënde, në qoftë se nuk e përdor siç duhet, e për qëllime të mira natyrisht, edhe mund ta humbasësh. Bëj kujdes. Demi. Filozofja dhe shkrimtarja franceze Simone Weil ka shkruar: dy të burgosur që I kanë qelit ngjitur komunikojnë me njëri tjetrin duke trokitur në mur. Muri është gjëja që I ndan, por është edhe mjeti I tyre I komunikimit. Kjo lloj bisede që ju mora për shembull njerëz është një metaforë, një figurë shumë aktuale për ty o dem, burra grua qofsh, sidomos në marrëdhënien me aleatët, me bashkëpunëtorët apo me bashkëjetuesit e tu. Ajo që të ndan me ta është tamam ajo që edhe të bashkon me ta. Dhe unë pyes, edhe duke e ditur që nuk do të kem përgjigje, mos vallë është momenti që ti o dem, burra grua qofsh, duhet të ndërtosh një komunikim më direkt me këta aleat, bashkëpunëtor apo bashkëjetues qofshin? A? Mos ndoshta është momenti për të hapur një vrim, a një dritare të vogël në murin që të ndan me ta, për të pasur një komunikim më direkt, më intim, më sy ndër sy? Mendoje një herë o dem, burra grua qofsh. Binjakët. Asgjë nuk ndryshon, në qoftë se nuk ndryshon në kujtesën dhe në memorien e të gjithëve. Ka thënë poetesha amerikane Alice Notley, që nuk është e shenjës binjakëve, por ka të bëjë shumë me atë që ti duhet kesh parasysh në ditët në vazhdim o binjak, burra grua qofsh. Në javët e shkuara, ti ke ndikuar jashtëzakonisht shumë në zgjidhjen e një problemi, e një mosmarrëveshje, e një nyje që dukej tepër e koklavitur, dhe për këtë meriton fjalë shumë të mira dhe komplimenta pafund. Por puna jote nuk ka mbaruar me kaq I dashur binjak, burra grua qofsh. Detyra jote e ardhme është të zgjidhësh edhe të gjitha ngatresat dhe të heqësh të gjitha dyshimet për atë çka ka kaluar. Ti heqësh nga koka e njerëzve që në atë çka ti ke zgjidhur, ata kanë qenë të përfshirë, se ata s'kanë qenë të përfshirë. Vetëm kështu ngatresat e së shkuarës do të sheshohen përfundimisht dhe nuk do të kujtohen më. Është detyra jote ta sqarosh këtë punë.
Gaforia. Niko Kazantzakis është një shkrimtar grek, autori shumë veprave, ndër të cilat edhe Jeta e Zorbës, që është bërë edhe film me protagonist Anthony Quinn. Kush nuk e ka parë, të shkoj ta shohë, se është e domosdoshme. Në një tjetër vepër të tij të titulluar El Greco dhe vështrimi kretian, ai ka thënë: e pamundura, e paarritshmja, apo e paqëna, ineksistentia është çdo gjë që nuk e kemi dëshiruar sa duhet. Urojo Gafore, bura grua qofsh, që tani që dëgjove këtë thënie, këtë pohim të shkriptarit grek Niko Kazantzakis, të ketë ardhur një si drithëri me lehtë, një si malinkoni apo diçka e tillë, sepse mbase të ka provokuar në atë pikë që të tringjall atë dëshirë të madhe që ke pasur për të realizuar një ëndër që ka të bëj edhe me dikë, a me një projekt, a me një ide, a me një udhtim që gjithmonë e ke dëshiruar, por asnjëherë nuk e ke çuar ndërmend ta fillosh o Gafore, bura grua qofsh. Je në momentin e dur që një ëndër ta fillosh e ta kthesh në realitet tepër të gëzueshëm. U shpjegova. Luani. Nuk më duket sikur jam i gjallë në qoftë se nuk jam i qartë, ka thënë Charles Frank Bolden, personaliteti ushtarak, astronauti amerikan dhe administratori i qendrës hapësinore NASA nga viti 2009 deri në vitin 2017. Dhe nuk jam i kthjellët në qoftë se nuk i çoj gjërat përtej kufirit të kontrollit tim. Nuk jam i qartë e ndriçuar në qoftë se nuk ka përcej kufit e mundësive të mia. E frikshme ta dëgjosh në këtë formë. Sjellje dhe mendim ekstrem. Por duke menduar që edhe Bolden është i shenjës Luanit, unë mendoj që edhe ju Luanët e tjerë, Luana, Luanesha, qofshi, në ditët në vazhdim ta keni si shembull dhe ta imitoni në mundshi këtë njeri. Luan, bura grua qofsh, nëse shpreson që të mbrish një rezultat të kënaqshëm nga mundësitë që të janë krijuar, duhet të jesh i përqendruar e i gatshëm që të reagosh në çfarëdo lloj situate që do të paraqitet. Prandaj të këshilloj që këtë ditë të mos nervozohesh, të mos e humbasësh fillin, të mos i sforcosh gjërat dhe të reagosh me qetësi e qartësi, se vetëm kështu do të gjesh ritmin e dur dhe do të vjesh i qetë, me mend në kokë. Virgjëresha, bura agra qofshi. Po nisem pak nga vetja për të ardhur tek një këshill për ju, një këshill që gjithnjë vjen si pasojë e mesazhit të yjeve. Unë nuk jam pjesë në ndonjë shoqate bamirësie, nuk shkoj derë më derë për të mbledhur fonde për çështjet sociale. Nuk jam pjesë në një grupi që lufton për të drejtata, ku diun diçka të tillë. Nuk dal në protesta kundër luftës apo çfarëdo lloj gjëje tjetër. Nuk protestoj kundër ngrohjes globale. Nuk luftoj për të drejtat e kafshëve apo ndonjë gjë tjetër. Por ndërkohë, për ndonjë padrejtësi unë flas, si kundër tani, dhe mendoj që edhe fjala vlen. Dhe po t'i referohem shkrimtares amerikane të shenjës virgjëreshës, Ingrid Bengis, me fjalët e saj do të thoshja, fjalët janë një formë veprimi, në gjendje të përcaktojnë ndryshimet. Në ditën e vazhdim këtë gjë u këshilloj juve, virgjëreshëve që po më dëgjoni, bura agra qofshi. Mendoni se si mund të transformoni gjërat me forcën e gjuhës, me forcën e fjalës. Ju siguroj që do të arrisni shumë ndikimin tuaj në raportet me bashkëpunëtorët ata afërmit vetëm me mënyrën tuaj të komunikimit. Fjala ngjall e fjala vret, ju e dini. Peshorja. Mbase momenti i jetës tënde në këtë periudhë nuk është as heroik e as epike, dashur peshore, bura grua qofsh. Kështu që edhe këshilla që dua të t'jap ndoshta duhet të jetë pak si melodram, por nuk është ashtu. Këshilla që dua të t'jap është një këshill për të cilën kanë nevojë të gjithë, por sidomos ti, o peshore, burr a grua qofsh. Dhe këtë këshill dua të ta jap me një frazë që e uazova nga shkrimtari dhe poeti amerikan Charles Bukowski. Ai thotë: askush nuk mund të shpëtoj përveç vetes. Pse kjo këshill? Sepse ditët në vazhdim të
do të vëmë përpara disa situatave shumë të vështira. Do të provojnë me fjalë, me shtirje, me forcë, me çdo mjet të mundshëm të detyrojnë të nështrohesh, të bindesh, të ulesh kokën. Ti mos e bëj. Figurativisht, nuk është luftë që fitohet lehtë, por që është luftë që duhet fituar. Kjo nuk ka diskutim. Askush nuk mund të të shpëtoj veç vetës, dhe ti jo peshore. Burra grua qofsh, e meriton të shpëtosh. I fort, apo e fort, dhe do të fitosh. Akrepi. Të ndihmosh të tjerët është shumë e shëndetshme. Sipas një studimi të Universitetit Howardit në Amerikë, kush kryen vepra bamirësie apo ndihme, ose edhe kush imagjinon se i kryen, ka më shumë rezistencë fizike, më shumë forcë vullneti dhe është më i vendosur. Po nga një të studim ka dalë që edhe ata që fshehin qëllime të këqija janë po aq të vendosur. Pra na pas ka dalë që të mund të akumulosh energji, ti jesh i vendosur, si të sillesh mirë, si të sillesh keq, është e njëjta gjë. Ky fakt më duket pak i çuditshëm, por sidoqoftë unë do të zgjidhja të parë burra grua qofsh. Gjë që ta këshilloj edhe ty, për më tepër sepse po hyn në një cikël që energjia do të duhet dhe do të duhet shumë. Për atë çka je duke filluar, qef, punë, çfarë do që tjetë, do të duhet shumë energji. Duke bërë mirë, edhe energji merr, edhe pozitivitet transmeton. Më mirë kështu. Apo jo? Shigjetari. Kur popstari amerikan Miley Cyrus, e shenjës së shigjetarit, ishte e ftuar në spektaklin e famshëm televiziv David Letterman Show, udhëheqësi muzikor i spektaklit, muzikanti Paul Shaffer, edhe ky shenjës së shigjetarit, e pyeti: "A ke kënduar ndonjëherë në playback?" Mjendi ju përgjigj jo. Dhe që ajo nuk këndon në playback mund ta verifikojë çdo kush. Hyni në YouTube dhe shihni videot e koncerteve të saj. Nga njëherë zëri i saj është i tmerrshëm dhe kjo është prova që ajo në koncertet e saj nuk këndon kurrë në playback. Unë, o shigjetar, burra grua qofsh, të këshilloj që ta marrësh për shembull Miley Cyrus këtë javë që vjen, dhe prandaj të këshilloj të zhvishesh lakuriq, para aq sa ta lejon ligji natyrisht. Lakuriq, figurativisht, do të thotë përpiqu të jesh vetvetja dhe të mos shtiresh. Nuk ke nevojë për atë të këndosh në playback vetëm për të bërë figurë të mirë. Okej? Britsjapi. Nuk është e vërtet që disa kanë forcë vullneti e disa të tjerë jo. Ka thënë mjeku psikolog amerikan i shenjës britsjapit James Gordon. Problemi, ka vazhduar ai, është se disa janë të gatshëm të ndryshojnë e disa të tjerë jo. Ja sepse o britsjap, burra grua qofsh, dikujt në vështrim të parë dukesh si një person jo shumë i vendosur e jo me aq vullnet. Ndërsa unë të them që duke filluar që këtë javë, ti je gati me një vullnet të çuditshëm të kishe kohë që nuk e ke pasur, të shkosh drejt atij ndryshimi, të bësh atë hap për të cilin je i bindur që duhet bërë. Ky hap mund të jetë në lidhje me një ndryshim aktiviteti, mund të jetë me lidhje me një gjë tjetër, edhe pse jo edhe një udhëtimi që deri më sot as nuk e kishe pritur që të bëj, ka shumë mundësi që duke filluar që sot të shkosh drejt ndryshimit, që do të jetë një ndryshim radikal, që do të jap rezultate të shkëlqyera. Ujori. Deri në momentin që nuk mbrim të i shohim tjetrit anën e errët, asnjëherë nuk do të mbrim ta njohim atë vërtet. Thot shkrimtari amerikane Marianne Williamson. Dhe, vazhdon ajo, deri në momentin që nuk kemi arritur që t'ia falim këta anë të errët, kur nuk kemi për ta kuptuar se ç'është vërtet dashuria. Unë jam pro me të dyja duart. Tani, kthehemi tek ty, o ujor burra grua qofsh. Detyra jote në ditët në vazhdim është që këtë të vërtet të madhe të bësh ç'është e mundur ta kuptosh dhe ta përvetësosh. Pra, duhet të zbulosh anët e errta apo të fshehura të personave më të rëndësishme, më të afërt me ty në lidhje sentimentale ose në lidhje pune. Dhe pastaj në zemrën tënde të madhe e inteligjente natyrisht,
duhet të gjesh mundësinë dhe aftësinë për t'i dashur edhe për këta anë të errët apo të fshehur, si kundër i do për anët e tyre të dukshme e të bukura. A u spjegova ujër peshqit. Në këngën Dynamite, këngëtari rapper, producenti anglez Tayo Cruz tregon se sa i lumtur është kur shkon të kërcej në diskotekën e tij të preferuar. Shkoni e dëgjojeni në YouTube. Krahat në ajër i çoj sepse jetën dua ta jetoj e ta gëzoj dhe pjesët e preferuara dëgjoj, thot ai. Për t'ju këshilluar mënyrën më të mirë që do të shoqëroj ritmet tuaj në këtë periudhë peshq, bura, gra, qofshi, unë përdor pikërisht të këngëtar, Tayo Cruz, që do t'ju duhet edhe si modeli punës, por edhe si modeli qefit. Ndodheni në një moment shumë të favorshëm që të angazhoni si duhet për shijuar jetën e re e për të gëzuar o peshq, bura, gra, qofshi. Po, evitoni të visheni me markat tuaja të preferuara, sepse për ta bërë qefin tamam, duhet edhe të shkëputeni pak nga fiksimet, nga varësia që keni për firmat, për emrat. Jeni në momentin që duhet shkëputeni nga fiksimi i panevojshëm i konsumizmit në lecka e ato lekë t'i përdorni për një gjë më të kënaqshme, sidomos shpirtërore. Ky ishte horoskopi edhe për sot njerëz, dhe tani po kaloj tek kënga. Në sekundër, edhe javën e kaluar, është një këngë që na sjell një mesazh të madh, është mesazhi i yjeve të muzikës. Dhe këtë javë, mesazhi që na vjen nga kjo këngë është një mesazh kundër luftës. Kënga për të cilën do t'u flas sot është një prej artistëve më të rëndësishëm të skenës muzikore italiane, është kantautor dhe poet. Quhet Francesco De Gregori, lindur në Rom, dhe kënga, poezia që unë do të analizoj sot, është ajo e titulluar General. Këngë e vitit 1978. Duket sikur kjo këngë është shkruar në kohën e gabuar, sepse lufta në Vietnam kishte mbaruar, lëvizja Peace and Love tashmë ishte e largët, sepse kishin kaluar 10 vjet që nga viti 1968. Por situata në Itali në periudhën që është shkruar kjo këngë në vitin 1978 nuk ishte dhe aq e pajtë, sepse brigadat e kuqe, brigadat rose, vepronin akoma dhe Italia përskuqej akoma nga gjaku i revoltave, i vrasjeve, i atentateve. Por jashtë gjithë këtyre poezia kësaj këngë i kalon kufit kombëtar dhe merr një vlerë universale ndërkombëtare, përderisa flet për nëna që kanë humbur fëmijët në luftë, për general që nuk din të tërhiqen sikundër sot po ndodh në shumë vende të botës, general që nuk din të tërhiqen nga luftrat, general që edhe pse lufta ka mbaruar dhe paqja ka ardhur, krijojnë luftra të reja, lufta akoma më gjakësore. Në poezi flitet për ëndrat e ushtarëve dhe civilëve për një jetë të qetë, ku çdo njeri punon për të siguruar jetesën, ku kënaqësitë e vogla e të përditshme janë ato që na plotësojnë. Është një poezi antimilitariste, një poezi e madhe paqësore që tregon se si pas muajsh të tërë lufte, më në fund njeriu mund të kthehet i lumtur pranë shtëpisë së familjes së tij te jeta e vërtetë. Dhe e gjitha kjo tregohet në një gjuhë të jashtëzakonshme, natyrisht poetike, që të bën të shohësh nga dritari e trenit mendimet, dëshirat, ëndrat e kujt pranë familjes po kthehet. Duke dëgjuar, të duket vetja protagonist, i zhytur në tekst, në histori, në atë histori siç duhet të jetë. Është një histori që jep sens jetës. Rrallë ndodh që kaq shumë poezi të marrë jetë në një këngë të vetme, por është poezi në muzikë e hijshme, universale e përjetshme. Është ajo njerëz që unë them në sloganin që përdorim në emision. Kënga, fuqia e fjalës që i bashkohet disa akordeve muzikore. Fuqia e fjalës, atë fuqi fjale analizojmë, për atë mesazh po flasim. Tani, të gjitha këto të thëna nga Francesco De Gregori, unë i kam përkthyer e shqipëruar dhe si përmbledhje kam zgjedhur edhe një slogan, një mesazh nga vetë kënga, që thotë: e vetmja bukuria e luftës është kur nisesh për të kthyer prapë në shtëpi. General, prapa asaj kodre ka mbetur vetëm nata.
vrasë dhe e heshtur. Dërsa fshatarja e krusur në perëndim si një fëmijë duket në lëndin, 50 vjeç është, e ka 5 kalamaj, në botë ardhur si lepuj, në luftë nisur pastaj. Ikur kanë e kthyer s'janë. General, a e shet treni në stacion që drejt diellit po na çon? Më s'ka për të ndaluar as për të urinuar. Lufta është e bukur edhe pse dëm e ka shkaktuar, se tani po kthehemi prap për të kënduar. E dashuri të bëjmë, si atëhere, dashuri me një infermiere. General, lufta ka mbaruar, armiku është merruar, ata kanë humbur, ne kemi fituar. Pas Kodrës më njeri nuk ka, vetëm hala pishash, qetësi, kërpurdha, të mira për t'u ngrënë, të mira për t'u tharë, të mira dhe për salc. Kur Krishtlindja është pranë, e kur fëmijët të qajnë fillojnë, e për të fjetur nuk duan të shkojnë. General, ato 5 yje që mbi supe mban 5 lotë të mijat janë, që më sens nuk kanë. E brenda kësaj zhurme në këtë vagon që gjysma bosh e gjysma plot ecën e nxiton, drejt kthimit po na shkon. 2 minuta dhe është gati ditë, është gati shtëpi, është gati dashuri, general. Dhe tani, ky ishte teksti i këngës, kjo ishte poezia, base u emocionove në qik, gjatë kohët, po është pjesë e emisionit, është pjesë e njeriut. Dhe tani si kundër çdo herë, nga Kol Sheu, nga Eni Nelku dhe nga Blendi Sejko, pra nga Blue Bird Band, Generale, dhe në të njëjtën kohë, si çdo fund emisioni, falenderojmë Croissant Bonën për mundësinë që na dha për ta bërë këtë emision, për të shprehur këtë emocione e për të qenë bashkë me ju. Njerëz, qofshi mirë, kudo qofshi. Generale, dietro la collina ci sta la notte buia e assassina. In mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni, di 5 figli, venuti al mondo come cognini, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Generale, dietro la stazione lo vedi in treno che portava il sole, non fa più fermare neanche per pisciare, si fa dritti a casa senza più pensare che la guerra è vera anche se fa male, che torneremo ancora a cantare, a farci fare l'amore, l'amore dagli infermieri. Generale, la guerra è finita, il nemico è scappato, è vinto e battuto, dietro la collina non c'è più nessuno, solo aghi di pino e silenzio in funghi, buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il sugo quando viene Natale, quando i bambini piangono a dormire, non ci vogliono andare. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la. Generale, queste 5 stelle, queste 5 lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro al rumore? Questo treno che è messo vuoto, è messo pieno e va veloce,
Verso il ritorno